cilat janë refleksionet pas ngjarjes në revistën satelike Charlie Hebdo. Karikaturat e profetit Muhammed, liri e medias apo fyerje e muslimanëve. Por nuk duhet të na befasojnë edhe aq tepër, për arsye se nuk janë të parat. Absolutisht. Muhamedi alayhis salam është sulmuar me shumicë edhe fizikisht kur ka qenë jetën e tij. Çfarë do lloj vizualizimi ose çfarë do lloj portretizimi ose pikturimi i portretit të pejgamberit alayhis salam me islam është ndaluar. Dhe kjo i ka shkaqet edhe arsyet e veta. Arsyeja themelore është për shkak se Islami çështjen e besimit, akides e vendos mbi të gjitha. Çfarë po ndodh me komunitetin musliman shqiptar? Për këto dhe të tjera të hënën në orën 20, flasin teologët Ragmi Destani dhe Nexhmedin Ademi në emisionin Studio e Hapur.